Më ndiqni me kujdes. E dini se çfarë është apo jo? Shikojeni pak. Qepa. Pse syt tan qajnë kur han qep? E dini? Sepse përmban quercetin. E dini se çfarë është quercetina? Tani po ja u tregoj. Për të mirën tuaj, është një informacion që nuk keni pse të pagoni asgjë. Vetëm po i diskutojmë së bashku. Nuk jam ekspert, dua ta nënvizoj këtu, nuk është një këshill, por është një diskutim i përbashkët, sepse ka disa studiues të rinj që mendojnë që quercetina ndihmon kundër kancerit. Po, madje do t'ju them, mira ilaçe që përdoren për trajtimin e kancerit, qoftë në kemioterapi, por edhe ilaçe të tjera, përmbajnë pikërisht quercetin, që është një flavoid. Dhe quercetina e përbërë në shumë ilaçe mund të jenë mijëra euro, ndërsa në një kokër të vetëm, si kjo, gjendet quercetina 50 mg që është e shpërndarë në disa ilaçe. Disa nga ju do thonë, ndoshta ato ilaçe janë të trajtuara në një moment, në një mënyrë që të ndihmojnë për pastrimin e kancerit, por ka një problem. Një pjesë e madhe e qelizave dëmtohen kur bëhet trajtimi me ilaçe. Pra qelizave të mira, përveç qelizave kancerogjene, dëmtohen dhe qelizat mira. Kurse me një trajtim natyral të një qepe, që ka quercetin natyrale, ruan qelizat e mira. Pra dëmton qelizat e këqija dhe ruan qelizat e mira. Të paktën këto janë të dhënat e studimeve të fundit. Megjithatë, unë doja t'ju pyesja juve. E dinit këtë? Qepe kuqe, quercetin 50 mg një kokër qepe, që trajton kancerin e gjë, kancerin në përgjithësi e tjerë. Normal që nuk është një këshill, por është një diskutim përbashkët, nëse ju e dini dhe nëse mund të kemi dhe informacione tjera që ta diskutojmë së bashku. Pres komentet tuaja. Kalofshi bukur. Tani le të qajmë pak me këtë quercetinën. A keni ngrënë në një qep kështu? Unë e ha me bukë, por sot doja t'ja u bëja zili.